Nesër të gjithë besimtarët musliman do të festojnë Fitr Bajramin, apo i njohur ndryshe si Bajrami i Madh. Kryeimami Visar Koshi thot se në 33 xhami të komunës së Gjakovës janë bërë të gjitha përgatitjet që falja Fitr Bajramit të bëhet sa më festive. Këshilli i Bashkisë Islame në Gjakovë ka bërë gjitha përgatitjet edhe gjatë tërë muajit bekuar të Ramazanit, por edhe në përfundim të saj. Sot edhe pse është nata e Bajramit, është një fest për ata të cilët kanë agjëru, por edhe për ata të cilët s'kan pas mundësi, pra edhe ata festojnë Bajram. Në 33 xhami do të falet Bajrami dhe do të jenë të hapura qysh nesër nga ora 5:03 minuta, sepse së pari falet namazi i sabahut, pastaj çdo imam bën ndonjë ligjërat, këshilli islame, fetare, ka ndonjë program të përgatitur nga ana e tyre. Pastaj në ora 6:18 minuta bëhet falja e namazit të Bajramit. Ashtu si që do tradita, pas faljes së Bajramit, besimtarët vazhdojnë me vizita familjare, ndërsa në Bashkinë Islame në Gjakovë hapen dyert për vizitor, shtoi kryeimami Koshi. Pastaj njerëzit dalin dhe festojnë, vizitojnë, i kanë ato, do thotë, festat e tyre, ndërsa ne si Këshilli i Bashkisë Islame nga ora 9 e mëngjesit deri në ora 11 do të presim mysafir të ndryshëm, të cilët vijnë të sferave të ndryshme, kryesisht këta të cilët janë vendor, dhe i mirëpresim dhe bashkëbisedojmë për tema të ndryshme të cilat na kemi. Të gjitha agjëruesit me faljen e festës së Fitr Bajramit i kthehen natyrshmërisë për të përcjellur sa më shumë mirësi. Me Fitr Bajram kthehemi në natyrshmëri, sepse fjala Fitr do të thotë kthim në natyrshmëri. Mirë, po kthimi në natyrshmëri nënkupton që krejt këtë energji që kemi fituar gjatë Ramazanit ta shndrojmë në diçka pozitive që na presin këto muaj të cilët 11 muaj të cilët vijnë. Ramazani këtë vit kishte 29 ditë dhe le të shërbejë si shembull praktik për të falur sa më shumë dashuri ndaj njëri tjetrit. Ky muaj i bekuar Ramazanit le të jetë një shembull praktik dhe për gjithë ata besimtarë dhe ata të cilët s'kan agjëru, sepse normal që në familje mund të kemi edhe të tillë, por kur ulen në sofrën e iftarit, kur kanë bërë lutje, kur kanë qenë aktiv gjatë Ramazanit, atyre ju kalon një mbresë dhe një vetdije e jashtëzakonshme humanizmi. Humanizëm që shohim jo vetëm në ushqim, por edhe në gjërat e tjera më bazike që i kemi në jetë. Andaj shfrytëzoj rastin që t'ju uroj gjithëve, po edhe juve, stafit, po edhe besimtarëve kudo që janë, festën e Fitr Bajramit. Ndërkohë, Bashkësia Islame e Kosovës u auron festën e Fitr Bajramit të gjithë besimtarëve dhe opinionit të gjerë, duke lutur Zotin që t'i ketë pranuar agjërimin dhe lutjet.